Saksisht një muaj pas duelit ndoshta më dramatik dhe fantastik të elitës së basketbollit kosovar zhvilluar pikërisht këtu në Karagaç përballje kjo e cila shkoi në 2 vazhdime dhe në cilën u shënuan hiç më pak se 237 pikë dhe cilën e fitoi Bashkimi me rezultat maksimalisht minimal. 119 me 118, dy rivalët e përhershëm të derbit të Dugazhinit po takohen përsëri në duelin me rëndësi të jesh apo të mos jesh në gjysmë finale të Kupës së Kosovës 2026. Shkojmë edhe me njëherë me prezentimin e skuadrave. Kapiteni Valon Bunjaku, me numër 0 Armstead, Ish Pejani, 3 Bickerstaff, 7 Shorter, 8 Nwamu, 10 Bytyshi, 11 Cousins, 13 Gjeqa, 20 Lake, 22 Ismaili, 23 Janjeva dhe 27 Lejson Zeqiri, me trajnerin Igor Jovovicin dhe ndihmësit Bledar Gjeqaj dhe Elbesar Gështenja. Në anën tjetër, Go Plus Peja sonte paraqitet me kapiten Arti Hajdarin, pasi Dardan Berisha mungon për shkak lëndimit të këmbës. 0 Shëndrit Lapi me numër 1, Flayton 3, Shoshaj 4 Mala, 5 Green, 7 Edwards, 8 Williams, 22 Ademaj, 24 Hasanaj, 32 Herndon dhe 66 Nila. Ja po e shihni atje kapitenin Dardan Berishën, i cili i përshëndet trajner është Damir Milačići. Trajneri i ri i cili e ka zëvendësuar Greg Gibsonin. Të ndëgjojmë tani edhe intonimin e hymnit të Kosovës. Adhurues të basketbollit në platformën tuaj dhe tonë artmoshën, kudo që jeni duke na shikuar këto çaste, Kosovë, Shqipëri, troje tona etnike, Evropa apo Amerikë. Mirë se erdhët në edhe një super ndeshje të basketbollit kosovar. Është kjo ndeshja e dytë e kthimit e çerek finales Go Plus Peja Bashkimi me ju sonte Amonagon Femiu. Duelin e pa në Seza i suroi para 3 javëve, fitoi Bashkimi me rezultat 96-90, duke kriju përparësi para këtij dueli të kthimit. Ishte ajo një ndeshje mbushur me shumë tensione ku ndodhi incidenti ku Dardan Berisha u godit në ball me një mjet të fortë nga publiku dhe për çka ishte ndërprer ndeshja për të vazhduar dhe përfunduar pastaj me fitoren e portokallinëve që sonte kanë ardhur këtu për të kërkuar kualifikimin në gjysmëfinale. Dy kapitenët po e shohim atje, Dardan Berishën dhe Arti Hajdarin, zëvendësin e tij, i cili sonte do të udhëheq pra lojtarët e tij. E lus regjin pak që të ma ngrit atmosferën në kufjet e mia. Tashmë e dini se mbrëm Trepqa e mposhti Golden Eagle Yllin në Suarek dhe u kualifikua në gjysmën finale ku do të takohet me Borën, e cila eliminoi Rahovecin 0-29. Nga ana tjetër Go Plus Peja, e cila së fundi ka hyrë në një krizë të rezultateve, për çka dhe i ka ndarë rrugët me trajnerin amerikan Gibsonin, synon këndelljen pikërisht ndaj Bashkimit. Sipas zyrtarëve të klubit Bejan, 6 pikë nuk janë shumë dhe janë disa avantazhe që mund të menaxhohet e anulohet për të estutje në garat e kupës. Mirë po, nga ana tjetër, përfaqësuesit e Bashkimit kanë deklaruar se këtu sonte kanë ardhur për të fituar dhe jo për të mbrojtur rezultatin nga loja e parë. I patë edhe treshën Shabani, Kera dhe Haxhani, të cilët do të udhëheqin në këtë duel.
Ndeshja e parë në Seza Isuroj, sikur se thash, i takoi Bashkimit me rezultat 96-90 me vetëm 6 pikë dallim përkundër faktit se 3 minuta e gjysmë para se të kryej loja portokallin patën e përsi maksimale prej plus 15 pikëve. Mirë po Peja në të falë një serie prej 15-6 në këto 3 minuta e gjysmë të fundit të udhëhequr nga i shkëlqyeshmi Caesar Edwards që realizoi 9 pikë rresht e më pas edhe kapiteni Dardan Berisha lansoja treshën në fund dhe verdhezin të arritën të afrohen rezultatin në 6 pikë dallim duke i shtuar shpresat për të luftuar në këtë ndeshje të kthimit dhe pa asnjë dyshim. Rezultati i ndeshjes së parë e bën këtë duel super interesant sepse nga njëra anë i jep shpresë go plus 5 e nga ana tjetër e bën Bashkimin shumë vigjilent dhe të mos relaksohet duke hyrë me koncentrim maksimal në këtë duel. E këto detaje janë parakusht për edhe një duel fantastik basketbollistik të elitës së basketbollit ton, ku tjetër veç në Art Motion. Lapi Flayton Mala, Edwards dhe O'Shawn Williams, transferi i ri do të jenë peshja startuese e PES. Në anën tjetër, Armstead, Shorter, Cousins, Lake dhe Lejson Zeqiri do të startojnë për Bashkimin. Ndeshjen e parë Bashkimi e ka fituar, duhet të thënë krye kput duke i falenderuar dominimit në kërcime, sidomos shënimit të pikëve në brendit të trapezit apo si po i themi sot në këtë zonë të ngjyrosur ku Bashkimi ka shënuar hiç më pak se 56 pikë, kurse Peja vetëm 32, pra 24 pikë më shumë të shënuara në brendi dhe dominimi absolut i qendrave të Bashkimit ka qenë vendimtar në këtë duel. Mirë po, duhet theksu patjetër edhe debutimin fantastik të Shannon Shorterit, të posaardhësit nga skuadra kampione e Meksikos Fuerza Regia Monterrey, ku e fitoi titullin e kampionit të Meksikos së bashku me Scott Bamfortin e Golden Eagle Yllit. Në mungesë të lojtarit kryesor Prizenas, të lënduarit Kean Anderson, i cili asonte nuk po luan, Shorter e mori përgjegjësinë jo vetëm të organizojë lojën, por edhe të shënimit dhe të debutimit të tij të shkëlqyeshëm me 27 pikë, 4 kërcime, 4 asistime dhe 2 topa të vjedhur, kurse ajo që na ka lënë për shtypje kanë qenë depërtimet e tij të pandashme dhe aftësia për të shpartalluar mbrojtjen kundërshtare, ku pastaj ose shënonte ose nxjerrte topin jashtë duke i mundsuar bashkëlojtarëve treshe apo 2 pikëshe nga gjysmë distanca. Duhet theksu se në ndeshjen e parë çerek finale kundër PES, Shorter udhëhoqi komplet peshën e lojtarëve të huaj, të cilët realizuan pikë dyshifrore dhe ku dallua dhe fundori Isaiah Cousins, të cilit ju krijoa hapësirë më e madhe për vrepim dhe duke i falenderuar Shorterit, kjo bëri që Cousins të luan me double-double, 17 pikë dhe 10 asistime. Për qendrat Bickerstaffin dhe Lakeun, Bickerstaffi për pak nuk shënoi double-double, dhe duelin e mbylli me 16 pikë në kërcime, ndërsa Dequan Lake shtoi 10 pikë. Peshën e lojtarëve me pikë dyshifrore mbylli i shkëlqyeshmi Iken Vamu që luajti me 11 pikë. Nga ana tjetër për dallim nga Bashkimi ku dalluan lojtarët e huaj, Tepeja shkëlqeu treshja vendore në krye me kapitenin Dardan Berishën, Arti Hajdarin dhe Musab Malen. Të ndëgjojmë edhe intonimin e hymnit të flamurit. Pra, si thash, te Go plus Peja u dallua kapiteni Dardani, i cili ishte lider me 20 pikë, prej tyre 4 treshe, por sonte nuk do të mund të ndihmoj shokët sepse ka lënduar muskulin e ijes dhe do të pushoj minimum edhe një muaj, kurse Arti Hajdari e Musab Mala shtuan nga 11 pikë, se cili Musabi i pati edhe 4 asistime. Sa i përket të huajve, më i miri ka qenë Edvardsi me 15 pikë, prej cilave 9 i shënojnë ato 3 minuta e gjysmë të fundit me atseri fenomenale. Tash Green shtoi edhe një double-double, 10 pikë 12 kërcime, kurse playmakeri Jordan Johnson, i cili sonte po ashtu po mungon për shkak të lëndimit, luajti me 14 pikë 5 asistime. Pra, adhurues të basketbollit, çdo gjë mbetet e hapur sonte në këtë duel për top Lake dhe Edwards. Lake ishte më i suksesshëm në kërcimin e tij.
Armstead ish lojtari I PES me dëm shpërblim shkoj te bashkimi. Cousins ish shkëlqyeshëm në ndeshjen e parë në Seza I Suroj në atë fitore. Flayton pret trajneri Milošić nga ai shumë. Lake e shpëton këtë top, po nëse e ka shkelur vin atje protestojnë referët Heshton. Armstead dhe në anën tjetër e njeh mirë këtë palestër, në dy raste ka luajtur për PES së fundmi para 2 muaj, kur kërkoi çfarë loja atje, Edwards I fuqishëm atje e blokon për mrekulli Dequan Lakeun, tenton mja vjedh topin Armstead me Edwardsin, po e shofim atje pak edhe zënka. Lufton Edwards, mirë po ja merr topin kundër sulm I shpejt. Cousins në anën tjetër depërton, dalet në mënyrë të palejuar nga Shëndrit Llapi. Pra TP-ja erdhi trajneri ri Milošić, I cili ka drejtuar ekipën e njohur kroate Šibenikun në Kroaci, edhe Allkarin e Sinit. Sin është një qytet afër Splitit, Allkari është një skuadër e njohur me tradit 80 vjeçare, po ashtu e ka udhëhequr edhe me Helenin në Belgjik dhe në 3 edicionet e fundit. Pra Milošić ishte në krye të Allkarit të Sinit në Superligën kroate, duke fitu një reputacion si trajner me qasje në lojë me disiplinë, sidomos në mbrojtje dhe fokus në organizim të lojës. Të shohim se si do të ndikon sonte. Edwards depërton deri në fund, nuk realizon, edhe një huqe, 2 huqe rresht nga loja. Flayton atje, Musa Mala e mbyll mirë Lejson Zeqirin. Llapi I shmangët atje. Një tentimi dinak të Lejsonit me avjedh topin. Udhëheqje e dyfisht e Edwardsit. Po, vendimi drejt. Atje shumë shpesh po futet në parket trajneri Damir Milošići. Spëzën vend I vend, e vesh setrën e tij, e hek jaknën, gjaketën. Armstead me Musabin, njihen mirë, I vetmuar atje dhe faulli Musabit. Edhe njëherë Armsteadi për Lejsonin. Proteston atje pak Musabi, mirë po me njëherë thot okej, në rregull, mos ta marrë edhe teknike. Edhe hesht. Ja, po e shofim atje Jordan Johnson mungon edhe Alan Herndon, Dardan Berisha, pra mungesa të mëdha te skuadra pejane, e cila e pati Shëndrit Llapi me treshën e tij e barazon rezultatin në 3-3. Gjashëm edhe para 2 ndeshjeve e bëri Lejson Zeqiri, tenton të përgjigjet, më I larti në kërcim është Edwards, është ky kërcimi 4 I Edwardsit në fillim. Shëndrit Llapi e tërhoqin atje Lejsoni, I ndihmon dhe Armsteadi, edhe njëherë për mrekulli të O'Shawn Williams. Largohet Lejson Zeqiri, në lojë në vend të tij Muhamed Ali Janjeva. Shëndriti vjet ka pas problem me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira, mirë po jo dhe si vjet. I sakt dhe I realizon të 2 gjuajtjet e lira.
Shëndrit Llapi, po shëndrit në fillim. 5-3. 4-3 më falni. Pas ka qenë dyshe e Shëndritit ajo. Katër me 5 e rikthen rezultatin. Williams për Shëndritin, atje lëvizje bukur mashtruese e tij. Mbrojtje e mire Dequan Lakeut, i cili e dëbon topin. E mbyll atje vin e deportimit, vin fundore Lake për mrekulli. Flayton prej këtyre pozitave shumë i rrezikshëm. Dhe këte edhe e dëshmon Skylar Flayton, një prej snajperizve më të mirë në Super League me përqindje prej 40%. Bukur për Cousinsin Armstead, i cili afron rezultatin në 8-7. Adhurues të basketbollit, tash koka treshe ajo. Tentimi Musabit për 3 pikë, po jo e kthejnë në 7-7, une nuk e di që të ndodh me semafor, janë të buhajgare për ndodhët. Her 8-7, her 7-7. Kur të kemi kohë do të shofim nëse ishte dyshe apo treshe ajo e Shëndrit Llaptit, sidoqoftë tash nuk kemi kohë sepse loja ka intensitet të lartë. 7-10, një gjë e dim, ajo pak më herët ishte treshe Skylar Flaytonit. Tentimi Musab Malës dhe përgjigjet në treshe me treshe. Qfar blokade e Edwardsit, qfar loje. Tentim për 3 pikë në anën tjetër, nuk ka shënim. Dequan Lake lufton. Shëndrit Llapi, luan i fundit me top. Edhe trajneri Miločić është duke u ankuar atje. Diçka këtu nuk është në rregull, po m'duket 11-10 tani, pro e kthejnë, si duket është treshe. Referve ju ka ikon për mrekulli Shëndrit Llapi për 13-10. Pra dilema ende vazhdon, herë është treshe, herë s'është treshe. Do të duhet ta kontrollojnë këte. Në anën tjetër, i posa inkuadruari Shannon Shorter e afron rezultatin në 13-12. Adhurues të basketbollit, këtu kur fart dileme nuk ka. Kjo është treshe e pastër. Do me thonë të Shëndrit Llapi, une nuk e di, është tavolina zyrtare ajo e cila e bëri gabimin. Referët me sa po e shoh. Më pas kur të kemi pauzë, e kisha lut regjin që na përsërit treshin e Shëndrit Llapit dhe të shohim referët se si kanë ngritur gishtat, 2 apo 3. Sidoqoftë, kjo është treshe e pastër 13-12. Herndon, megjithatë sonte do të luan Herndon, ka pasur një shqetësim, por ka vendosur të çfarë lëvizje bukur mashtruese e Malës, mirë po nuk realizon. Armstead në brendi të Janjeva, ka luajtur së bashku me Janjevën edhe në Prishtinë, njihen mirë. Gabim në hapa nga Muhamed Ali Janjeva, mbrojtje mire e Herndonit. Rezultati mbetet 13-12. Pra i kemi 3 treshe të Go Plus Pejës. Mala, Flayton dhe Llapi nga 6 tentime.
3 treshe, O'Shawn Williams tentoj 2 herë, e shpëton këtë top lopi, shumë luftarak dhe i vetmohuar sonte shëndrit lapi kundër sulmi shpejt për mrekulli atje. Armstead asiston Daquan Lake, e rikthën rezultatin në 13-14. Çfarë loje? Sikur se mbrëm në 13 qershori, Golden Eagle Ylli Trepqa edhe sonte një ëmbëlsirë e vërtet basketbolli në Art Motion. Shëndrit lapi në kënd atje për Skylar Flaytonin. 16-14, treshja e dytë e Skylarit. 2 tentime, 2 treshe të ti. Shosha i bët gati për të inkuadruar në lojë, lufton atje dhe Daquan Lake e fiton duelin e 2 gjigantëve me Alan Herndonnin. Të dyti kanë nga 208 cm. Betej e madhe, Herndon e ndalë në mënyrë të paljejuar. Taj Green do të inkuadrohet në lojë sonte për herë të parë. Taj Green i cili në ndeshjen e parë me 8 janar luajti me double-double, 10 pike, 12 kërcime. Futet në lojën vend të O'Shawn Williamsit, i cili nuk është se pati ndonjë kontribut në fillim, e pati një asistim dhe një top të vjedhur. Mirë po, nga loja në 3 tentimet të ti huqi të gjitha. Lake Isak nga tentimi i parë, Daquan Lake, i cili ka një efikasitet prej 51% nga vija gjuajtjeve të lira. Sonte i qëllon të dyjat për ta barazu rezultatin në 16-16. Për të ecur tutje, pra bashkimit i duhet që të fitoj ose të humb deri me 5 pik dallim. Çdo humbje mbi 6 pik, pra me 7 më tepër do të thot eliminim të bashkimit. Mala dhe Herndoni. Green për Malën. Kërkon atje mja pasu Herndonit, e së fundi e bën për mrekulli Bickerstaff, i cili në ndeshjen e parë realizoi 16 pike, 9 kërcime. Kësaj radhe nuk realizoi Fatindi, i rikthyer shoshaj në basketbolin kosovar dhe Tepeja tenton për mrekulli, posa u inkuadrua në lojë, e dërgon drejt dhe te vendi për 18-16. Po hym në 2 minutat e fundit. Ja tani pak minuta dhe për Valon Bunjakun, i cili ka te kaluat lëndimin, i cili fatkeqësisht e mbajti jashtë, dhe kjo ka ndikuar edhe në rënjën e formës së bashkimit në ciklin e dytë vjeshtor, kur pas atij cikli fantastik me 7-0 ishte lideri pa kontestueshëm, gabon atje topin për toke, nuk arrin ta kap. Lejson Zeqiri depërton deri në fund, coast to coast realizon Lejson Zeqiri edhe rezultatin e barazon 18-18. Mala për Herndonin, pick and roll atje, e kap atje për mrekulli, edhe pse ishte i ndalur nga Iken Wamu me dorë, referët heshtën, por Herndon shkon deri në fund dhe shënon për 2 pike përsi. Armstead në kënd të Wamu, i cili nga to situata është i jashtëzakonshëm, e në këtë rast Bickerstaff me lëvizje të mirë mashtruese, mirë po mbeti shumë për fundi koshit dhe huqi. Mala, Chris Cross atje, sa bukur Mala me Herndonin, edhe njëherë po kërkon hapsin. Çfarë lëvizje bukur mashtruese, i krijoi vetës hapësirë Musabi për të ngritur rezultatin në +4, e përsia më e lartë deri tash është goditur Flayton. Është lënduar atje Flayton. E 22-20.
kërkojnë që të ndalet koha. Musab Mala deporton deri në fund. Ka ankesa të mëdha në referim për mos ndaljen e lojës me rastin e lëndimit të Skylar Flaytonit kur e kishte Pea topin. Ja, atje edhe ndihmësi i Milaçiçit Ervin Muharemi. Për një qast në ekranet tyja Herndon. Foul i Valon Bunjakut. Edhe 50% e sekundës deri në fund. Ishte fauli Valonit ndaj Herdonit. Është faul dhe topi duhet të arrivohet anër, sepse nuk ishte gjuajtje, ishte në deportime si për Herdonit. Edhe 50%, edhe nuk arrin të realizon, betet rezultati 22-20, një qerek i parë në të cilën shkojmë një blok të marketingut e më pas kthehemi në Karagaj përsëri. Yll, Qeqi, kjo është kredit kardela që e kemi bo. Ue, Eria, qëpar dizajnit top. Me që halos kemi vendos për emër. Hajtë kalzon pak për ta? Që për shembull, mundesh me ble çka dush, edhe me pagu deri në 36 këste. Qyqy? Top, a? Edhe ato me 0% interes. Ja, le ma veç pak të këneshit pjesë. Me të bli pa interes, me të ne po pres, shumë let me pagu, a jeti tungu. Ha, qështu do? Top. Hej, a ja lujnë mërë emrin top? Top? Kredit kartela top. U kry, blej kudo. Paguaj deri në 36 këste me 0% interes. Ti e meriton kredit kartela top. Siguroje jetën në Illyria Life. Adhrues të basketbollit i pam këto dy treshe, referët nga Dhim Shabani dhe Axhani i rishikuan këtë dy treshet sepse kishte ankesat skuadrës bashkimit për këto treshet të Flaytonit dhe të Shëndrit Lapit dhe u vërtetuan se të dy treshet ishin të rregullta dhe këto edhe ju transmetuan edhe trajnerit Jovic dhe ndihmësit Gështenja. Shosha i ndalet në mënyrë të paliuar nga Dequan Lake. 22-20, qereku i parë. Një qerek i parë i niveluar absolutisht, derisa Prizrenasit deportuan dhe nga Brendia realizuan në anën tjetër me 4 treshe. Go plus Pea tentoj të shkëputet. Touch Green lufton atje me Lejson Zeqirin i cili preki fundit dhe thot po une e qita topin.
3 topa të vjedhur dhe në kundërsulme të jashtëzakonshëm lojtarët e Bashkimit në anën tjetër me bombardime nga distanca dhe 4 treshe prej tyre 2 Flayton. Go plus PA krijoje përsim prej 2 pikëve pas 10 minutave të para. Pra, 2 stile të ndryshme në çerekun e parë. Lojë shpejt me kundërsulme dhe mbyllje e koshit nga Bashkimi, e në anën tjetër me organizime të shpejta dhe asistime nga ana e Go plus PA-s, 4 treshe, Go plus PA 1 treshe Bashkimi. Shannon Shorter, sa bukur atje, hapët mirë, po mbrojtje mire e Fatjindit Shoshajt, është kthyer Shëndrit Llapi. Një problem të cilin e ka Shëndriti është se shumë shpejt din të shkakton personale. E shofim atje, është kjo personalja e pare Lejsonit. Hapët atje Flayton, Edwards për Shëndrit Llapin. Mbrojtje të agresive e Bashkimit me hyrjen e të shofim kush. Lojtari me numër 27, Lejson Zeqiri, pas ka shkaktuar personale. Edhe thot atje po, ja bën trenerit Jovovic. Ja bën me dije që mos reago sepse e bëra faullin. Por mrekullia atje krijon hapësirë, mirë po nuk realizon Williams. Edhe njëherë topi i dëbuar nga Valion Bunjaku. E ka prekur i fundit në shpinë. Mirë po me hyrjen e Valionit me të vërtet mbrojtja e Bashkimit ka fituar në agresivitet. Kësaj radhe shkakton personale Lake, Dequan Lake, është kjo personalja e tretë e tij. I pa kujdesshëm kësaj radhe me Edwardsin, i cili me të vërtet dominoi në kërcime, i huçi 2 gjuajtjet për 2 pikë. Mirë po, pika e pare Edwardsit sonte, mirë po dominoi në kërcime, edhe Arti Hajdari, edhe pse u prezentua së bashku me ekipin, edhe Arti është i lënduar me Dardanin, Mungon dhe Jordan Johnson, dërsa Alan Herndon përkundër shqetësimit që e pati në lojë 24 me 20, 4 pike përsihet, një vjedh topin për një çast. Bickerstaff, sa bukur atje, prapa shpinës Cousins, lufta vazhdon në kënd atje, tentim dhe Iken Wamu është i jashtëzakonshëm, me të vërtet ky djalosh është tepër i rrezikshëm në kënd për 3 pikë edhe nga 45 shkallë anash. Luftë e madhe Bickerstaffit me Edwardsin, pick and roll. Atje Williams për Fatjin Shoshajn, tenton për 3 pikë, nuk realizon. Flayton nga prapa tenton, mirë po Cousins situatën e spastron. Çfarë ritmi, çfarë loje në Karagaq. 24 me 23. Cousins organizon sulmin, Edwards del me nimu atje dhe kthehet mbrapa te Bickerstaffi. Valion Bunjaku me Lejson Zeqirin, Valioni deri në fund, deporton, nuk realizon, por ndalet në mënyrë të palejuar. Do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. Mungesa e Kian Andersonit pa dyshim se po ndihet, ërsa edhe largimi i Jan Palokajt, që ishte figura qendrore e bërit të vetën, ishte një prej arsyeve të rënjës
dhe krizës së bashkimit. Munguan edhe shumë lojtar. Cousins, pastaj Bickerstaff ishte i lënduar një kohë. Largimi edhe i Jeremiah Baileyt po ashtu. Edwards lufton me Bickerstaffin dhe ndal në mënyrë të palejuar TJ Bickerstaff Edwardsin. Porës i qëlloj të dy gjuajtjet e lira. Cesar Edwards këtë edicion ka një efikasitet prej 78% nga vija gjuajtjeve të lira. Sonte është kjo huqe e tij e parë. 3-2 nga penalet. Cesar Edwards, një prej lojtarëve kryesor të skuadrës me mesatare prej 12 pikëve, 7 kërcimeve. Herën e dytë është efikas për 25 me 23. Valion Bunjaku për mrekulli e sheh korridorin atje, i krijon hapësin atje, tenton dhe e përmirëson nga rasti i dytë dhe rezultatin e barazon TJ Bickerstaff. Në anën tjetër, Green, shpejt lëviz topi. Edwards e sheh lapin, por nuk po ja pason, shkon me rolling deri në fund dhe realizon pikët e para nga loja. Cesar Edwards për 27 me 25. Kosh për kosh po shkojnë të dyja skuadrat. Cousins në mënyrë identike atë që bëri Edwardsi në sulmin para prak me rolling, me hap prapa, realizon dhe barazon Cousins. Topi shkon anën tjetër, lapi për mrekulli të Shoshaj. Edwards për Williamson, pick and roll atje, nuk ja pasojnë topin Edwardsit. Shoshaj tani e pason dhe Edwards koshin e shmonton për 29 me 27. Eksplodoi Cesar Edwards me tani 7 pikë të tij, 4 pikë arresht nga loja. Këto të funit kanë atraktive me ngulitje pas asistimit të Shoshajt. Është ky asistimi i dytë, fatlindi edhe pse pati vetëm në 2 pikë deri tash. Një tentim në depërtim e realizoi, një treshe uçi mirë, po 4 kërcime, 2 asistime dhe një top i vjedhur nga Fatlindi, i cili në rikthimin e tij te Peja po e arsyeton angazhimin. Fantastik Fatlindi. Eku Cousins me rolling e bëri atë që një sulm më herët e pat bo, edhe Cesar Edwardsi ja këtu për mrekulli asiston dhe Cesar Edwards e gozhdon, duke detyruar trajneri Njović që të kërkon timeout. 7-7 deri tash në çerekun e dytë, kur kanë mbetur edhe 6 minuta e 5 sekonda lojë në pjesën e parë. Po i shihni gjuajtjet e lira, 4 treshe të Pejës, 2 treshe të realizuara të Bashkimit në gjuajtjet e lira nga 5 e cila. Mirë po, Bashkimi i huqi 3, në anën tjetër Peja 1. Ajo e Cesar Edwardsit parës. Tentimi Lejson Zeqirit, airball, por nuk arrin që të shpëton këtë top Cousins. Shoshaj për Oshoan Williamson, i cili largohet atje, por jo ashtu si duhet për ta pranu topin. Williams për ballë ka Cousinsin. Green thash edhe parës, luajti në ndeshjen e parë çerek finale me double-double, 10 pikë 12 kthime. Bën gati tandemi Armstead dhe Shorter që të inkuadrohen në lojë. Do të largohet si duket Valion Bunjaku. Në vend të Valionit, Armsteadi nuk është shumë i kënaqur me zëvendësimin Valioni, pra Armstead dhe Shorter inkuadrohen në lojë, dhe rikthehen. Sonte i heshtur deri tash Shorter,
me 2 pike një asistim. Cousins tenton, mirë po Bickerstaff e shpëton. Lejson Zeqiri me treshe nga këndi, bombardon dhe e përsin e Bashkimit e rikthen 29-30. Është kjo pika e 9 e Lejsonit, e treta e vërteta për Lejsonin nga 3 tentime, treshja e pare ti 9 pikë të Lejsonit. Është lojtari më efikas deri tash i Bashkimit, edhe pas kësaj treshe trajneri i ri i Pejës, i cili zaventësoi Greg Gibsonin, Damir Milačići, kroati, kërkon time-out. Edhe njëherë, Cousins ja, trollingun e ti ishte ky shënimi nga loja, ndërsa ky asistimi ishte fantastik dhe deri tash aksioni më i bukur, aksioni i ndeshjes deri në këto momente. Shoshaj dhe Edwards, shikoni, i mblodhi 3 lojtar. E kjo treshe e para pas 3 tentimeve e Lejson Zeqirit e detyroi trajnerin Damir Milačićin që të kërkon time-out. O 10-7 në këtë sherek në këto 5 minutat e para për Bashkimin. Mala rikthehet në lojë. Musabi 5 pikë e 1 asistim. Kur është Musabi me të vërtet, opa, shëndrit Lapi depërton atje. Për pak sa nuk e vjedhën këtë top. Green për Williamsin, ka dhe 5 sekonda. Caesar Edwards. Lapi, lëvizje mashtruese, Lapi tenton, nuk realizon në sekondën e fundit. Armstead, ish lojtari 5 në vjesht. Për Lejson Zeqirin atje, Lapi shkon dhe i ndihmon Musabit, i cili kthehet te Bickerstaffi, e mbyll për mrekulli Bickerstaffin Mala, edhe pse i ndruan në mënyrë të gabueshme lojtarët Green dhe Cousins. Një duel sa bukur atje, çfarë asistimi, si përbirot, nuk e mbyllën, nuk e përcellën Shëndrit Lapin deri në fund, edhe për mrekulli e pak te Green, asistoi e Shëndrit Lapi, realizoi pikën e tij të 9, Shëndriti po Shëndrit me 9 pikë, më efikasi, 9 pikë i ka dhe Lejsoni për Bashkimin. Tentim për 3 pikë. Kërkon atje tentim për 3 pikë. Nuk ishte tentim për 3 pikë, faulli ishte më poshtë, faulli ishte shënuar më heret. Kërkon 3 gjuajtje të lira atje Zavens, kapiteni Arti Hajdari, në fakt sonte kapiten, po 2 kapitenët kryesori dhe ndihmësi i tij, Dardani e Arti, njëri pranë tjetrit atje, sonte të lënduar nuk po luajnë, ndërsa në ndeshjen e parë ishin ndër figurat kryesore ajo që ishte karakteristike e asaj ndeshje, treshja e lojtarëve vendor, shkëlqeu 20 pikë Dardani nga 11 Arti e Musabi, e sidomos me treshe, shënuan të gjitha 7 treshet e Go Plus Pejës, ndërsa lojtarët e huaj Pejan në atë ndeshje i huqën të gjitha 12 tentimet për 3 pikë. Lufton atje Edwards, rezultati 33-30. Depërton deri në fund për mrekulli dhe realizon Shannon Shorter, e afron rezultatin në 33-32, kur kanë mbetur edhe 33 deri në fund. Mala, Armstedi është pranë tij, e din që Mala ditë të zgjuaj dhe nuk i lejon hapësin. Musabi për Shëndritin, Shëndriti shkon deri në fund, tenton t'ja pasoj Edwardsit, pa sukses Armstead për Janjevën, e në anën tjetër për mrekulli atje Bickerstaff realizon asistim të Janjevës për 33-34, kur kanë mbetur edhe
3 minuta 3 sekonda loj në pjesën e parë. Është kjo çerek finalja fantastike e Kupës së Kosovës. Bickerstaff thot po unë preka. Edhe 6 sekonda për sulmin e Go Plus Pejës. Bashkimi ka 1 pikë përsi vazhdimisht sonte ka ndruar e përsia anë deri tash 8 herë. Edhe 4 sekonda deri në fund, Malja deporton deri në fund, nuk realizon Edwards me Armstedin. Armstedi si duket ka luajtur i fundit. Po, Malcolm Armstead Green e tërhoqi ka fushë Armstead jashtë fushës. Milacic me ndrim të dy fisht. Williams dhe Lapi largohen, Flayton dhe Shoshaj në loj, ndërsa ka mbetur edhe 2:44 deri në fund pjesës së parë. 1 pikë përsi për Bashkimin, plus edhe me ato 6 nga Prizreni, ka përsi prej 7 pikëve deri tash. Mala për 2, tenton, nuk realizon mirë, po lufton Edwards me tabel, nuk shënon, bëhet nervoz. Armstedi e kap topin, Shorter përpara ka Flaytonin. Për mrekulli Shorteri fauli Caesar Edwardsit. Asistim për to, fakt pasim për toke i Shannon Shorterit edhe një herë. Shikonin mes 2 lojtarëve, bukur atje mes Edwardsit dhe Flaytonit, ndërsa Bickerstaff ndalet në mënyrë të palejuar. Dhe herën e parë realizon për 33-35. E përsia më e lartë e Go Plus Pes ishte 4 pikë. 3 pikë ishte e Bashkimit, i cili e rikthene përsinë e vetë maksimalit 33-36. Bickerstaff është kjo pika e tij e 6, i ka dhe 6 kërcime në pjesën e parë. TJ Bickerstaff. Shoshaj me Edwardsin për pick and roll, lufton dhe ndalet në mënyrë të palijuar, pikërisht nga që realizoi gjuajtjet e lira parës TJ Bickerstaffi dhe është kjo personalja e tij e tretë. Tani telashe për trajnerin Jovic, 3 personale i ka dhe Dequan Leiku dhe të 2 lojtarët 7 lartë qendrat e timi nga 3 personale. I sakt në tentimin e tij të parë Caesar Edwards. Pika e tij e 8. I ka dhe 8 kërcime, 8 pike 8 kërcime deri tash për Edwardsin. 9 pike 8 kërcime afron rezultatin përsëri në minimum. Vetëm 1 pike përsi. Cousins. Shorter në blok të Bickerstaffit e shfrytëzon për mrekulli. Vendos që të gjuaj dhe dërgon të vendi për 35-38. Timeout ka kërkuar trajneri Damir Milacici. Nuk po është i kënaqur me mënyrën se si po e luajnë mbrojtjen lojtarët e tij. Shumë hapësin po lën. Edhe njerë është ky aja sistemi i Fatin Shoshajt pa shikuar fare në brendi, aksioni më i bukur. Nëse e shikojmë pra krahasimin statistikor, dominimi Pejës në kërcime 20-16, mirë po ajo që është karakteristik falë mbrojtjes shkëlqyeshme të Bashkimit, ka detyruar Pejanët që të humbin 7 topa. Bashkimi ka vetëm 3 topa të humbur. Dhe ajo elementin në cilin po dominon skuadra e Bashkimit, po janë shënimet në brendi, pra pikët në trapez, në brendi në atë zonën e gjyrosur, 20-12 po e shini, pra. Po ashtu edhe pikët e shënuara nga topat e humbur. Thash 7 topa të humbur të Pejës.
dhe nga këto 7 topa të humbur të PES, Bashkimi ka konkretizuar 13 me të vërtet loje niveluar në gjuajtje të lira dhe në treshe më të mirë pejanët, prandaj edhe asnjëra nga këto dy skuadra nuk arriti që të shkëputet në më shumë se 4 pikë. 4 peja 3, Bashkimi sa ka dhe tash. 1 minutë 30 deri në fund të pjesës së parë. Mala për Edwardsin. Ai, sa bukur atje për toke. Tentoj. Mirë po, Flayton nuk e kuptoj. Armstedi e njeh mirë lojën e PES dhe ish bashkëlojtarët. Sa bukur depërton për mrekulli. Isaiah Cousins për eporsin më të lartë prej 5 pikëve deri tash. 35 me 40 Edwards. Mala prej pjeshkëve të Nemuna. E lanson treshën për 38 me 40. I arzakonshëm nuk po lejojnë që të shkojnë në më shumë se 5 pikë, maksimumi që e pati Bashkimi, faul është ky. Do të jenë 2 gjuajtje të lira. Është fatlindja i cili ka shkaktuar personale ndaj Shannon Shorterit. Do të jenë 2 gjuajtje të lira. Shorter i sakt. Së bashku me Muhamed Ali Janjevën dhe Kian Andersonin, ekzekutuesit më të mirë të gjuajtjeve të lira. 100% efikas. Shannon Shorter i realizon të dyjat për 42 me 38. Largohet Edwards në loj. Kthehet Williams. Flayton për mrekulli, atje faul. Edhe pse pak me vonesë, por ju kam thonë për këto gjykime duhet pasur pak konsiderat dhe duhet pasur durim, sepse në disa raste, pra me rregullat të reja të FIBA-s, disa referët në disa situata ju merr kohë për të marrë vendimin. Kësaj radhe pra Flayton dalet në mënyrë të palejuar. Herën e parë është i pasakt. Nuk i ndodh kjo shpesh Skylar Flaytonit. Ka një efikasitet prej 75% në ekzekutimin e gjuajtjeve të lira. Herën e dytë realizon për të afruar rezultatin në 39 me 42. E përsia më lartë ishte ajo e Bashkimit prej plus 5, dërsa Go plus Peja pati një epërsi maksimale prej 4 pikëve, me të vërtet një betejë e madhe, luftë e ngushtë po shkon sonte dhe do të jetë interesant. Të gjitha ndeshjet si vjet adhurues të basketbollit mes të Bashkimit dhe Go plus Pejës kanë qenë të ngushta, mirë po shikuar në përgjithësi edicionin e si vjet ku këto skuadra janë takuar 3 herë. Të 3 takimet i ka fitu Bashkimi, 2 në kuadër të Pro Credit Superligës dhe këtë fundit me 8 janar në kuadër të çerekfinales së parë të kupës. Gjitha kanë qenë të ngushta. Me 15 nëntor në Seza i Suroi, Bashkimi fitoi me rezultat 83 me 79 në ndeshje ku Kian Anderson pas startuar për shkak të lëndimit gabon ka mirë, por shkëlqeu me 16 pikë, 8 asistime, 6 kërcime. Më pas, si kur se thash, vjen dueli antologjik dhe historik, 237 pikë, 2 vazhdime në Karagash me 21 dhjetor, 119 me 118, fitore e Bashkimit. Kian Anderson për sëri 29 pikë, mirë po Tash Greeni i Pejës pa të realizu double monstruos, 35 pikë, 11 kërcime. Dhe së fundi pra, me njerë pas vitit të ri në ndeshin e cila hapi 2026-ën, Bashkimi triumfoi edhe në kupë. E vjet topin Flayton për Edwardsin. Lapi për Malen, nuk ngutën. Një pak kujdesi dhe Flayton e vjet topin. Musab Mala shkon deri në fund. Armstedi është atje pranë tij. Lapi i vjen në ndim. Janjeva njihen mirë nga reprezentacioni i Kosovës. Tenton atje Edwards. Nuk shënon, edhe njëherë lufta vazhdon.
Dhe edhe 4 presje 6 sekonda deri në fund. Një karambol i vërtet. 2 herë tentoj Edvorci, 1 herë tash Grini. Musa Malja në deportim nuk arriti të shënën. Karambol i vërtet. 4 presje 6 sekonda deri në fund. Topi për Maljen. Edwards, çfarë mbrojtje agresive Edwards. Tenton Flayton, kërkojnë treshe. Mirë po, edhe mu më duk se mbeti me top në dorë. Po, treshja nuk numrohet, mbeti me top në dorë Skylar Flayton, ishte vonë. Kjo treshe nuk numrohet dhe rezultati mbetet 39 me 42, një qerek. Edhe një herë. $39 me 42, pra kjo treshe nuk numrohet. Një qerek i dytë i arzakonshëm i Bashkimit 22 me 17. I arzakonshëm, marrë parasysh se loja ishte shumë e afërt, shumë e ngushtë. Pra shumë shpejt edhe të themi dominim absolut në konkretizimin e pikve nga topat e humbur të Go+5 nga ana e Bashkimit 15 me 2 ka dominuar edhe në kërcime në sulm dhe realizimin në rastet e dyta 10 me 4 Bashkimi. Mirë po në anën tjetër, shumë të saktë nga vija gjuajtjeve të lira, janë lojtarët e Go+5 të cilët kanë realizuar edhe 2 treshe më tepër, 5 Go+5, 3 treshe Bashkimi, i cili me gjithate pra ka dominuar në pikët e realizuara në brendin atë zonën e ngjyrosur në përgjithësi. Pra jemi afër, jemi ngushtë, 39 me 42, me të vërtet lojë fantastike dhe aktualisht pra në pushim Bashkimi ka shkuar me 3 pikë e përsi nga kjo lojë dhe nëse numrojme dhe ato 6 nga ndeshja e parë, 20 minuta para se të përfundoj kjo seri qerek finale, ka një plus prej 9 pikëve. Si do të jetë në pjesën e dytë? Kush do të fitoj? Damir Milačići apo Igor Jovovići, Kroati apo Malazezi, Bashkimi apo Peja, mbetet të shihet ku tjetër veç se në adresën e vërtet të basketbollit në vendin ton, Art Motion.